aktiviteti, përmendje institucional në vitin 1991, kur unë kam pas 25 vjet, do të thonë shënon atë pikën kulmore të vetdijes dhe të kthimit, sepse realisht nuk mund është me qenë pjesë e një asociacioni rinor, por ma tepër shumë jam konë edhe kryetar aty, pra pa konë i pjekur edhe fetarisht edhe kombëtarisht edhe mos ta them edhe intelektualisht, sepse ndoshta keq kuptohemi, por ama ka shumë shtylla që e përbojnë një personalitet edhe duhet me i pas gjitha ato për me mujt me funksionu mirëfilli. Të aktivitetet, çka të shtyri me konë aktiv, domethënë të ke mujt me qenë, domethënë normal njerë, domethënë punë, shtëpi, ka kupton, shtëpi, punë. Sigur shumica çka bën, a kupton. Mirë po ti punë, shtëpi edhe aktivitet. Shoqëror, a kupton, fetar, kulturor, thuj çka dush, sportiv. Për më shumë edhe kur në atë periudhë jam kon student, domethënë, do të më pas parasysh. Edhe tash pa dasht me ish vlerësu drejtime tjera, por studenti mjekësisë, pra. Që është megjithatë mjekësia një drejtim pak më i rëndë, më i komplikuar dhe më i vështirë. Pra edhe si studenti mjekësisë edhe moshë rinore, un kam veç një përgjigje sona. Un kujtoj që jam i përzgjedhur nga Zoti për me konë këtë rrugën e thirrjes, këtë rrugën e aktivitetit dhe veprimtarisë, sepse për me bo një kthim në kohë njeriu, thotë çu gjeta veten këtu. Jo se jam konë më i mirë se shumë të tjerë, jo se jam konë më i zgjuar dhe më i dishëm se shumë të rinj të tjerë që ndoshta nuk janë konë pjesë e kësaj veprimtarie, por ama unë kujtoj që ndoshta ajo dëshira, vullneti, sinqeriteti, korrektësia ndaj disa çështjeve e sjell që Zoti më të orientu dikun, më drejtu dikun, edhe më të vendos në një moment të caktuar, në një vend të caktuar që më mujt me bëj një punë të caktuar, dhe unë jam falënderues shumë Zotit që më ka vendos, që po thotë shumë herët, me një rrugë që për mua është kanë dhe mbetet e shenjtë, që është kanë një nga po them ato vendimet më të mira në jetën time sa i përket veprimtarisë, ndonëse kjo ka pas atë koston e vet, masën edhe në kuptim të studimeve dhe të punëve tjera, të angazhimeve tjera, qoftë profesionale, qoftë familjare. Por ama unë jam shumë krenar për që kom nisë rrugën atëherë dhe që kom vazhdu dhe kom bet në këtë rrugë. Veç ashtu muj me e definu. Jo me nëjë zotësi personale. E qartë, po unë qëllimin e kam se unë qëllimin që të kom ftu ty dhe juve dhe plot tjerë është se shumë rini kemi shikus. Kemi studenta, edhe kur e shoh një të më shumë, nuk jeti më shumë t'ja, loje djali i ri, po. Kur e shohin edhe që edhe si të konë student ki pas aktivitetet tjera, ne dojna mi motivuat të tritë, që mës me përshëndruve të shkollat të fakulteti, po bëjnë edhe aktivitetet tjera, ja ku e keni shembull Mohamed Mortez. Jo, sigurisht që po, nëse motivi du të me egzistu të secili dhe pa dyshim që na du të me kom motivues edhe për të tjerët. Po thonë, ndoshta edhe ma specifike sa ajo periudhë, do më thonë se i kthemi fillimit të viteve të 90-ta, ne nuk kemi pas rini shumë aktive, ne nuk kemi pas organizata sa ka sot, s'kemi pas hiç, ne nuk kemi pas atë shtëpi botuese sa kemi sot, ne nuk kemi pas as fakultete, universitete sa kemi sot, por ndoshta terreni në një farë mënyrë është konë me një formë pak më i përshtatshëm kuptimin e aktivitetit, por e vërtetë është që po thu që i riu edhe atëherë edhe sot mundet edhe duhet me gjetë kohë edhe për aktivitete tjera, jo vetëm në shtëpi dhe shkollë që po thu, sepse shtëpia dhe shkolla sigurisht që është një segment shumë i rëndësishëm për ngritjen profesionale të dikujt, por ama nëse nuk e zgjeron atë gamën e aktiviteteve tua, megjithatë mbetesh shumë i kufizuar. Dhe vërtet edhe thirrja ime për gjithë ata që na ndjekin edhe që janë pjesë e kësaj shoqërie është që me dalë prej kallëpit shtëpi shkollë, po me mujt me kontribua edhe në fusha tjera. Mu vjen shumë mirë që sot na kemi të ri që janë pjesë aktive e shoqërisë, ndoshta në forma të ndryshme, në pozita të ndryshme dhe në vende të ndryshme, por mendoj që zhvillimin tonë edhe si shoqëni e bojmë përmes të rive. Kohë ka gjithmonë, ndoshta dikush mundet më arsyetu me mungesën e kohës, por ama kohë mundet me u gjetë për me dashur me kryer një aktivitet edhe jashta ngritjes tonë profesionale, mundësi ka edhe hapësirë,
Ndoshta nga një herë 3 ton mundën me na u anku se nuk kemi hapësirë veprimi, por nuk është e vërtetë. Domethënë se nëse nuk ke hapësirë ndoshta për me gjetë veten në ndonjë organizatë ekzistuese, po bën një grup të vogël të interesit shoqëror, ose bën një mini organizatë të vogël, bën një grup të vogël veprimi e kështu me radhë. Pra ka hapësira kur njeri mundet me kontribu, madje edhe individualisht në fundit, por ama forma më e mirë e veprimit është definitivisht nëse bëhet një grumbullim i njerëzve, grumbullim i vogël apo i madh, në mënyrë që bashkë me vepru, me korrigju një tjetrin, me përmirësu një tjetrin dhe me ndihmu një tjetrin.